se flasim pak për Sonin, për Sarën, për Ilirin. Nuk flasim pak për Sarën. Po çfarë? Flasim pak për Sonin. Për Sonin flasim pak sepse Soni flet dhe vetë shumë pak. Kështu që s'ke që... Nuk po kupton dinamikën, duket sikur në Prime është e vrullshme. Ka shpërthime në Prime, por gjatë javës është më i qetë. Unë mendoj që Soni ashtu është, Soni është e shenjës së akrepit, akrepat ashtu janë, rrinë në gur, dhe pastaj tak, dalin edhe të lëshojnë atë helmin e vetë. Kurse Sara më duket një helm i vazhdueshëm, domethënë, më bëri përshtypje edhe kur mori ato 2 gjarprind, domethënë se nuk e kishte problem fare, u bënjish Sara me gjarprind. Kurse Soni ka edhe një problem tjetër që ka frikë nga gjykimet, edhe është deri diku e mirëkuptueshme fakti që ka frikë nga gjykimet, sepse ka shumë për të humbur, duke qenë Soni Male.